që emigrantët jashtë Shqipërisë e ndjejnë atë dheun më shumë se sa ne që jetojmë në të, ky është një fakt i pakundërshtueshëm. Është ligji i jetës, gjithmonë gjërat që i ke në dorë nuk janë një vlerë reale derisa ju humb ato. Kjo është historia jonë, e ne shqiptarëve që emigrojmë kudo nëpër botë, deri në skajnë më të largët, por sërish, pas një farë kohe, kuptojmë që për te anës ekonomike dhe një jetese më të mirë që të ofron bota mbar, në krahasim me Shqipërinë tonë të varfër, guri i rënd peshon gjithmonë në vendin e vet, dhe shija e jetës nuk krahasohet asnjëherë me atë dheun. Kombëtare është pika e vetme kur Shqipëria bëhet bashk, ashtu siç e ka falur Zoti. Të madhe e quajnë armiq tan, ndërsa për ne do të ishte më mirë ta quanim natyrale. Që kombëtare është më shumë se sa një interes personal, këtë e kuptojnë dhe duhet ta kuptojnë të gjithë, për të kuptuar realisht se çfarë ndodh në prapasken dhe se si është përjetimi dhe mendësia, duhet të japim një detaj shumë të bukur dhe domethënës. Pas ndeshjes europiane të Gjermanisë, Kroaci-Shqipëri, koha shtesë bëri një komunikim me babain e Qazim Laçit, me Emin Laçin, një familje patriotësh dhe që kanë rritur djalin e tyre me një atë dashuri të madhe dhe për të marrë shembull, pavarësisht shumë viteve të kaluara në Greqi. Qazim Laçi është vënë re që të moshat e Shqipërisë dhe akoma në ekipin kombëtar, sa herë që këndon himnin para ndeshjes, mbyll gjithmonë syt për të lënë shpirtin që t'i komandoj buzët dhe merita i shkon padyshim prindërve të tij për mënyrën se si e kanë rritur, por detaj interesant për t'ju rikthyer temës i përkisë europianit të Gjermanisë. Pas ndeshjes me Kroacin, kemi kërkuar që të zhvillojmë një intervistë me babain e Qazim Laçit dhe fjalët e tij të thëna privatisht tregojnë shumë për këtë familje dhe për mënyrën se si e përjetojnë Shqipërinë, se si e përjetojnë kombëtaren. A do të drejtën, i kam thënë edhe miqve të mi që i ke këtu në tavolinë, pyeti po të duash. I thash me shpirt, do t'i them Silvinjës tani, djalin tim i që nga fusha, nuk ka problem, vetëm Arbroxhën fute nga fillimi, mos e lë në stol, lër djalin tim jashtë, nuk ka gjë, tha babai Qazim Laçit. Bëj fjalë pikërisht për Arbroxhën, që në europianin e Gjermanisë e ndezi turbo sikur më parë, duke mrekulluar tifozët e Shqipërisë, por Silvinjo i dha shumë pak minuta aktivizimi, ndërkohë Qazim Laçi shënoi golin e parë të Shqipërisë kundër Kroacisë, por për babain e tij, interesi personal nuk futej as pak përpara të mirës së përgjithshme. Për hir të Shqipërisë, ishte i gatshëm të sakrifikonte edhe djalin e tij vetëm për suksesin e kombëtares tonë. Para ndeshjes me Serbinë, menduam se kjo histori do të ishte një shembull i madh për të gjithë, për të kuptuar se kombëtarja ndihet njësoj, jo vetëm kur përpara kemi Serbinë.